Jemi rikthyer sërish në studio, do flasim pak për zhvillimet në Itali, për takimin mes Ramës dhe Melonit dhe jo vetëm, dhe kam kënaqësi të kem kolegen Roberta Benvenuto, gazetare në La Sete. Roberta, kënaqësi të kem në Euronews Albania sërish. Padyshim e di që nuk është një moment i mirë për gazetarët në Itali, do flasim edhe për atë pas pak. Por do dohet pyesë pak për takimin. Nuk e di si u duk marrëdhënia Rama-Meloni dihet, por takimi i dieshëm. Çfarë prodhoi sipas teje dhe sipas mediave italiane? Beh sì, è stato un incontro che da quello Ishte një takim nga i cili mësuam se zgjati mbi 3 orë dhe ndodhi 5 muaj nga takimi i fundit. Nga ato që na thanë nga kryeministria është se ishte një mënyrë për të bërë një ndërhyrje në protokollin italo-shqiptar, që është diçka të cilën kryeministja Meloni e ka prioritet dhe vazhdon të insistoj se ai do të funksionoj, pasi tema e çështja e emigracionit për partinë e saj është shumë e rëndësishme. Gjithashtu janë trajtuar edhe çështje të tjera si ai ndërlidhjes dhe i industrisë mbrojtjes. Kërkuam përpara kësaj lidhje informacione të mëtejshme, por autoritetet kanë ruajtur nuk janë shprehur dhe kanë ruajtur kompetencitetin. Robert, kam një pyetje, Roberta, se ti the një ndryshim në protokollin Shqipëri-Itali, për çfarë bëhet fjalë? Se kjo është me interes që na intereson dhe ne. Al momento non c'è nessuna certezza Jo, su questo. për momentin nuk ka një siguri, diçka të sigurt për këtë, po pritet për një datë nga qeveria Meloni që të pritet të jetë në qershor 2026, që është dhe data kur do të hyjnë në fuqi rregullat e reja për emigracionin që e ndryshojnë procedurat për emigracionin dhe azilin, qoftë për të njohur azil kërkuesi, qoftë edhe për t'i dobuar. Gjithashtu, ajo për të cilën Meloni e ka shumë për zemër, janë qendrat, të paktën kështu është narrativa që vjen nga qeveria, qendrat e kthimit, që duhet të bëhen sipas shembullit të protokollit italo-shqiptar. I pyetëm autoritetet nëse do të ketë ndërhyrje, por nuk na e konfirmuan. Për momentin ka vetëm zëra që mund të ketë ndryshime në kuadër të ndryshimeve që do të bëjë për emigracionin dhe azilin. Pas, Roberta, ka një pyetje për këtë takim. Pas asaj çfarë ndodhi me Trump, ku ti duheshe më shumë këtë takim, Melonit apo Ramës? Pra ku ti ka shërbyer më shumë? Io credo, diciamo, è mio pensiero Unë besoj se i shërbente shumë më tepër Giorgia Melonit, që sot është angazhuar në Paris bashkë me Macron, Starmer, për t'i dhënë një përgjigje Trump, që pasi ishte diçka që u përjetua, nuk mund të kalonte pa i dhënë një përgjigje Trumpit pas sulmit të tij ndaj Papës, që të cilin Giorgia Meloni e trajtoi dhe tha se si nën e krishter nuk mund të mos mbështeste Papën. Ndaj, ky takim i shërbente më shumë Melonit, pasi tema e migracionit
është shumë e rëndësishme dhe duhet ta kontekstualizojmë në këto dy momente. Njëri është ai referendumit kushtetues të fundit të marsit për drejtësinë që Meloni dhe majoranca e saj humbën. Italia i tha jo reformës në drejtësi të kësaj magjorance dhe ishte një goditje shumë e rëndë për të. Dhe më pas erdhi reagimi nga politika e jashtme e Trump. Ndaj këto duhet t'i shohim edhe në një optik zgjedhore, pasi në Itali në verë të 2027-ës do të ketë zgjedhje dhe politikat migratore janë shumë të rëndësishme në këtë aspekt. Dhe qeveria deri tani ka dalë e humbur nga kjo në këtë çështje. Dhe këtë në e treguan edhe analizat e flukseve elektorale. Dhe është edhe pasoja e marrëdhënieve të saj me Trump që po i paguaj me rritjen e çmimeve të benzinës, naftës. Në këtë mënyrë, pra, qytetarët italiani kanë dhënë një përgjigje Melonit, që duhet të distancohet nga Trump dhe të marrë në dorë ato çështje që i konsideron si kal beteje, pra emigracionin dhe sigurinë, pasi janë disa çështje sa i takon sigurisë dhe këtu në Itali fushata elektorale tashmë ka nisur. Roberta, duat ndalem tashmë në një tjetër temë që unë mësova dje. Kur po komunikonim bashkë, ti më thej që ne gazetarët jemi në grevë. Çfarë ka ndodhur? Pse gazetarët në Itali janë në grevë?